Shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë ku do ndalemi te Kosova dhe Serbia dhe më pas tek Ukraina dhe Rusia. Ndjekim insertin dhe rikthehemi. Komisionerja Europiane për zgjerim Marta Kos tha se dëshiron të shohë një Serbi demokratike që të hyjë në Bashkimin Evropian, por se pret një orientim të qartë prej saj dhe jo të ulet në dy karrige. Në një takim me gazetar në kuadër të forumit zgjerimit të Unionit në Bruksel, Kos tha se për të është e papranueshme që disa qytetarë rusë përfshirë ata në listën e sanksioneve, po marrin shtetësi serbe përmes procedurave të veçanta. Marta Kos u shpreh se politikanët të Serbi duhet të ndalojnë me retorikën anti-europiane dhe se gjë e më e rëndësishme është të ndërtohet besimi qytetarëve, të cilët, siç shtoi ajo, i besojnë Bashkimit Evropian më pak se më parë. Të jesh antar vjen me përgjegjësi dhe angazhim për të dy palët. Ne duhet të mbështesim mediat e pavarura dhe organizatat e shoqërisë civile, theksoi Kos. Bashkimi Evropian duhet përgatitet për antar të rinj, tha Kos, dhe shtoi se për herë të parë nuk bëhet fjalë vetëm për pranimin e vendeve të reja, por edhe për mbrojtjen e vetes në mënyrë që kur Bashkimi Evropian të marrë antar të rinj të jetë më e fortë dhe jo më i dobët. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për të diskutuar mbi këto zhvillime të tjera kam të ftuar kolegun gazetar Sokol Braj. Sokol, përshëndes. Përshëndetje, Kristin. Sokol, tani si me insertin që dëgjuam së bashku, pra deklarata e komisioneres Marta Kos shënon një nga paralajmërimet më të drejtë për drejta që Bashkimi Evropian i ka bërë Serbisë ndër vite. Nëse vazhdoni me Rusinë, harrojeni Europën, thuhet nga Marta Kos, dhe kjo tregon nga një ranë se durimi i Brukselit ndaj politikës së dyfisht të Beogradit është duke mbaruar. Dhe pyetja lind se a jemi tashmë përballë momentit kur Bashkimi Evropian do ta detyrojë Serbinë të zgjedhë mes perëndimit edhe Moskës pas një hapësirë manovrimi, po i shuaj. Po, dhe mund ta quajmë edhe kështu, por në fakt Serbia ka qenë gjithmonë që ka luajtur me dy, domethënë si qenjë i mirë të të dy nana, vazhdimisht ka tërhequr dhe ka pasur interese në Moskë, po ashtu fytyrën e saj ka të drejtuar nga Brukseli, nga Bashkimi Evropian, por edhe me Moskën ka marrëdhënie aq të mira, kurse sa i përket Bashkimit Evropian, po Bashkimi Evropian ka pas në fakt edhe fajet e veta për dekada me radhë, jo thjesht të kohët e fundit apo këto vitet e fundit, por e ka mbajt si thënë saj, si çuni i jerkës, e ka mbajt Beogradin vazhdimisht, por me sa duket tani kur tensionet janë larta Washington Bruksel, në këtë aspekt Bashkimi Evropian, pra Brukseli kërkon që të ketë një strategji krejt ndryshe, ku i thot haptas Vučićit dhe Beogradit që tashmë o me ne ose me armikun, pra ose me Moskën, por se si do të jetë gjithë unioni në këtë këndvështrim, a do të përkrahë unioni këtë këndvështrim të Brukselit, kjo le për të dëshiruar, sepse si dihet nuk kemi një Europë, pra nuk kemi Shtetet e Bashkuara të Europës, por kemi Bashkimi Evropian, i cili çdo shtet përsëri ka të drejtën e vet të jetë, domethënë, kundra parimeve të Brukselit, ku këtu mund të shohim për shembull Hungarinë apo edhe të tjera që janë në Bashkimin Evropian, dhe vjen edhe rastin Serbia, po ashtu edhe kriza e mrenshme, politikat e mrenshme, problemet e mrenshme, protestat e mëdha që janë për të rrëzuar, domethënë prej vitesh për të rrëzuar Vučićin, ende nuk kanë dhënë atë që kërkon Brukseli, dhe në këtë aspekt dëshirat e Brukselit nuk janë që do të shohim një politikë krejt ndryshe strikte ndaj Beogradit, por më shumë janë për të fituar kohë, sepse siç e thash edhe pak më parë që ky Vučići, pra që Brukseli akuzon se është me Moskën, njëjtën kohë armët e Vučićit përvrasin ushtarët rusë në Ukrainë. Pra ditë përdori manevra shumë të jashtë diplomatike, mund ta quajmë ne, Vučići, dhe për këtë arsye ata të Brukselit nuk janë se do të kenë nuk ka rast si bombë mes Beogradit, pra ata dihen, dhe kështu që Vučići ende vazhdon të jetë po ai që ka qenë. E qartë. Sokol, nga ana tjetër, Marta Kos i quajti të papranueshme marrjen e shtetësisë serbe nga qytetarë rusë të sankcionuar, pra një praktikë që Brukseli e sheh si shmanget hapur të masave europiane kundër Rusisë, dhe kjo nga ana tjetër mund të interpretohet dhe si sfidë drejt për drejt e Beogradit ndaj Bashkimit Evropian, dhe sa e rrezikshme është këtu pra për procesin e zgjerimit që Serbia po shndrohet në një port alternative për individët e bizneset rusë të goditura nga sanksionet.
Po nëse shohim politikën që nga ish Jugoslavia të Slobodan Miloševićit, por sot Vučićit kanë ndjek njëjtën metodë, pra janë shumë fitimtruese për Beogradin, domethënë të shqetësi që i jepen njerëzve të sankcionuar, sepse bëhet fjalë jo për milion, por për miliarda dollar apo euro, dhe në këtë aspekt se sa do të jetë Europa, domethënë si do të ecin me negociatet me Serbinë, kjo do ta shohim në vitin e vijim, por kjo është një strategji jo thjesht e Beogradit, por normalisht që si mund ta quajmë racës se vetë pra racës slave, e cila është në Bashkimin Evropian ose ka vazhdon negociatat në Bashkimin Evropian, shumë shtete, jo vetëm Serbia. Pika kryesore këtu domethënë është që ato njerëz që kanë sanksione pra për shkak të luftës apo të pushtimit rus që vazhdon të bëjë në Ukrainë, por këto ndoshta nëse vazhdojnë negociatat dhe nëse bëhet fjalë për një anëtarësim të plotë të Serbisë, këto do të jenë pro-europiane, sepse siç gjithë njerëzit që kanë sanksione, Europa tashmë po debaton që të përdoren për rizhvillimin dhe rikëmbjen e Ukrainës, pra ato para që do të vinë nga ato njerëz që nëse futet në Bashkimin Evropian. Serbia këto do kalojnë në anë tjetër, por a do të jetë kjo vetë ajo qëllimi i Beogradit? Kjo nuk i dihet, sepse të paktën në Europë vazhdojnë negociatat për një paqe të qëndrueshme në Ukrainë, pra mes Ukrainës dhe Rusisë, ku Europa ka një fraksion shumë të ndryshëm me atë Amerikës, por gjithsesi nga që janë bërë tavolinat këtu edhe mund ta quajmë domethënë edhe lobi serb në Europë, jo se mund ta anashkalojmë, domethënë ka një pesh të veten, ku dhe këto sanksionet të njerëz që janë të sankcionuar dhe jep shqetësi, Beogradin ndoshta mund të jetë një strategji krejt ndryshe nga ajo çfarë të paktën shohim në prononcime zyrtare të Brukselit. Nga ana tjetër, Sokol, Brukseli kërkoi dhe ndalimin e retorikës anti-europiane nga politikanë serb dhe rikthimin e besimit tek qytetarëve, pra që është më e rëndësishmja, të cilët sot i besojnë Bashkimit Evropian më pak se më parë. Dhe kjo tregon edhe një krizë të thellë besimi pra në marrëdhëniet BE dhe Serbi. Dhe pyetja lind se ka humbur tashmë Brukseli narrativën në Ballkan dhe duke i lënë hapësirë ndikimit rus në gjithë opinionin publik serb. Po, kjo ka qenë, në fakt, kështu ka qenë, por qoftë edhe për serbet, ku edhe ti, por edhe unë, domethënë njohim serbë, kemi shok, kemi kolegë tanë që bisedojnë, që flasim për të, me vërtet që besëshmëria e serbëve ndaj Bashkimit Evropian nuk mund ta quajmë që ka rënë, domethënë në masë, por politikat racistet Vučićit dhe për të qëndruar vetë në qeveri, këto lloj letërsish bën domethënë Vučićit, duke quajtur që të gjithë janë armiqtë e Serbisë, por në fakt i vetmi qytetërim që mund të jetë edhe për serbët, që mund të jetojnë në paqe dhe jo ato që kanë bërë në të kaluar qoftë në Bosnjë apo në Kosovë, duhet të thrasin mend, si thënë, por me ata politika që ka Beogradi dhe nëse nuk arrihet që të ndryshojnë domethënë presidentin e tyre dhe qeverinë e tyre, atëherë këto edhe në vite me radhë do të kemi të njëjtat propagandat e Beogradit, por edhe të njëjtat kundërthëniet e Bashkimit Evropian. Për këtë se duhet ditur se Ballkani nëse arrihet domethënë që të jemi në një Bashkim Evropian, që kjo është e pashmangshme, nëse Bashkimi Evropian do të vazhdojë të jetë, edhe pse ka shumë mendime të ndryshme që do të kemi një Bashkim Evropian pas 2030-s, është tjetër e punë, por gjithsesi është i vetmi, që më ta quajmë i vetmi union politik që mund të arrijë të jetojmë domethënë në një fqinësi shumë të mirë, domethënë të gjithë racat e Ballkanit, por edhe të Europës, siç është vetë projekti evropian, ku dihet shumë mirë që në luftën e dytë botërore, pas luftës së dytë botërore, ato shtete që luftuan me njëra tjetrën u arritën të mbi themelet kryesore të bëjnë një union, kështu që edhe Serbia, pavarësisht saj politike të keqe dhe politikbërësve që janë raciste dhe janë genocidbërës, gjithsesi besoj që në të ardhmen edhe mund të ndryshojmë edhe mendimi i popullit, por mendimet e Beogradit, pra të kësaj qeverie, as që bëhet fjalë të ndryshojnë, sepse vetë Vučić ka treguar që prej 3 dekada më radhë, jo vetëm ditët e sotme.
E qartë. Mirë, Stokol, nga ana tjetër, Brukseli ka theksuar se anëtarësimi vjen me angazhim të dyanshëm dhe me standarde. Pra këtu përfshin pavarësinë e medjave, mbështetjen e shoqërisë civile, harmonizimin me politikat e Bashkimit Evropian dhe Serbia ndërkohë vazhdon të refuzojë sanksionet kundër Rusisë. Dhe a mund ta vazhdojë në këtë pikë Serbia procesin e anëtarësimit pa u rreshtuar qartë sigurisht pra me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, apo ky është një kusht i panegociueshëm në fazën e tanishme që ndodhet dhe Serbia? Ajo nuk është një kusht i panegociueshëm, siç vjet Bashkimi Evropian në zgjerimin e Bashkimit Evropian, qoftë në 95, në 2004, nuk ka qenë, domethënë, të gjitha ato përveç kritereve të Kopenhagut kanë qenë të negociueshme dhe nuk është se ndoshta Brukseli, edhe pse në retorikën e tij apo në parimet e tij ka domethënë kryefjalë. Të gjitha këto janë të negociueshme sepse këtu shohim për shembull në negociatat jo vetëm thjesht me Serbinë, por edhe me Shqipërinë që kemi gjithashme vazhdojnë negociatat, kemi problemet e tjera, qoftë nga fjala e lira, me drejta e votës, vota e lirë, të tjera, po ashtu edhe me Turqinë, domethënë kanë negociata që për 2008 së vitet të sotshme. Bashkimi Evropian e shef nga një aspekt tjetër, por tashmë pas që mund ta quajmë për ndarjes që mund të vinë, domethënë një divorc në marrëveshje që mund të vinë mes Europës dhe Amerikës, atëherë këto gjëra të negociueshme mund t'i çojmë në një deg tjetër, por gjëja kryesore për Brukselin është që vetë Unioni, pra vetë Bashkimi Evropian ose mund ta quajmë kontinenti evropian, duke mos lënë jashtu edhe Anglinë dhe Turqinë që nuk janë ende pjesë të saj, të jetë, si ta themi, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por çdo gjë për Bashkimin Evropian janë të negociueshme dhe sidomos ku interesat e fuqive të mëdha, pra siç është Gjermania, Franca, Italia dhe Spanja, ku ato nuk janë kundër atyre, edhe shumë gjëra mund të negociohen. E qartë. Mirë, Stokol, për ta mbyllur këtë pjesë të parë, Marta Kos ka paralajmëruar se Bashkimi Evropian po përgatitet për pranimin e anëtarëve të rinj, por këtë herë duke u fokusuar në mbrojtjen e vetes, pra mos të jetë më dobët se dikur. Dhe ky është sigurisht një mesazh se zgjerimi nuk do të jetë më politikisht i lirë, siç ka qenë më herët. Dhe pyetja është se apo hyn tashmë Bashkimi Evropian në një epokë të re të zgjerimit ku kriteret do të jenë shumë më të ashpra dhe nga njëra anë Serbia, nëse nuk ndryshon të gjithë narrativën dhe kursin e saj, rrezikon të mbetet jashtë këtij procesi për një kohë shumë të gjatë. Jo, në fakt duket pak e pamundshme, domethënë nga logjika e politikësve të Brukselit që Beogradi, pra që Serbia të ngel jashtë këtij zgjerimit, pavarësisht se zgjerimi nuk ka ardhur fundi, do të vazhdojnë të zgjerohet dhe pritet që edhe Ballkani Perëndimor, pra ku është edhe Shqipëria, edhe Serbia, edhe Kosova, edhe Bosnia do të hyjnë në BE, por gjithsesi zgjerimit do të vazhdojnë sepse ende nuk ka arritur në kufit e vet. Nëse projekti i Bashkimit Evropian do të jetë, domethënë do të ketë gjatësinë e saj, por nga ana tjetër duhet parë edhe kjo që shumë gjëra rregullohen pasi kanë hyrë brenda, domethënë janë pranuar brenda Unionit, brenda Bashkimit Evropian. Këtu kemi shembuj shumë interesant që nuk i kemi edhe shumë larg pjesë, që është Bullgaria dhe Romania, ku në fakt nuk kishin asnjë nga ato kushtet kur pranuar në Bashkimin Evropian, por me kohën ata arritën domethënë të ecin në dëshirën e Bashkimit Evropian, sepse kur hyn në Union pastaj janë disa kushte të tjera ku kjo e lejon domethënë ose e detyron atë shtet me dëshirë që të ecin në standardet e Brukselit. Pra, në të ardhmen zgjerimi i Bashkimit Evropian do të jetë ndoshta shumë më radikal, domethënë kushtet e tij të jenë të panegociueshme, por të paktën deri në zgjerimin aty ku pret Brukseli të zgjerohet, atëherë çdo gjë është e negociueshme, por më pas do të jetë e panegociueshme. E qartë. Mirë, Stokol, për të kaluar tek një tjetër çështje, siç raportohet, kanë dalë dhe detaje të reja në lidhje me planin e supozuar të paqes prej 28 pikash për Ukrainën të propozuara nga Trump dhe Erdogan, dhe plani i cili thuhet se është negociuar nga Rusia, SBA, Turqia dhe Katari. Dhe pyetja lind se a është ky plan një marrëveshje paqeje apo tashmë një rishpërndarje e ftohtë gjeopolitike që legalizon këtu edhe agresionin rus? Por në fakt, pavarësisht se siç i përmendet ju në të gjitha ato shtete gjoja që kanë formuar këtë 28 pikë për një marrëveshje, për një armëpushim dhe për një paqe të qëndrueshme mes Rusisë dhe Ukrainës, apo thënë ndryshe mes Rusisë dhe Europës, por këtë lanë për të dëshiruar, sepse sidomos të muajt e fundit marrëveshjet e tilla e shohim që janë
totalisht janë të dalër nga Washingtoni, ku për para kësajt kishim edhe marrëveshjen e Gazas, ku ende vazhdojnë me krimet kundër njerëzimit, me qindra njerëz vdesin ende përsëri në Gaza dhe pse në atë ishin garantues ishte Turqia, Katara apo dhe shtetet e tjera, por gjithsesi Amerika ka një strategji krejt ndryshe ku ndoshta Chelsea sekret ose Pandora ose Chelsea i kutisë së Pandorës mund të jetë samiti që u bërë mes Putin dhe Trump në Alaska, ende nuk e dim se çfarë janë bërë, domethënë se çfarë janë folur aty, por gjithsesi ky plan i Amerikës pra nëse Bashkimi Evropian do të jetë i menjanuar, pra nuk do të ketë forcën për ta goditur tavolinën e diplomacisë siç duhet, pra siç i takon të jetë si një union Bashkimi Evropian, atëherë kjo do të kemi një marrëveshje sikur kemi një marrëveshje mes Gazas dhe Izraelit, por gjithsesi apritet ndonjë gjë që të kemi një gjë konkrete, jo, por do të thënë edhe kjo që xhandari i botës është Amerika dhe me të vërtetë ajo vendos për shumë gjëra, por mbi korrez do ta kaloj, domethënë gjitha vujtjet janë te Ukrainës, kurse faturën më të lartë, domethënë qoftë nga ana ekonomike apo edhe burimeve njerëzore pagua Ukraina së bashku me Rusinë, se ata kanë humbje, ku bëhet fjalë për 1000 ushtarë vritet në javë, domethënë në vend, dhe po ashtu edhe nga ana tjetër edhe Bashkimi Evropian po paguon një faturë kolosale, ku dihet shumë mirë që tashmë kemi filluar dimrin dhe gazi për Europën, ku ka qenë dhe para 3 viteve ka qenë nëse domethënë 1/3 e çmimit të sotshëm, dhe kjo do të krijojnë edhe pakënaqësi domethënë të popujve të Bashkimit Evropian kundra qeverive të tyre, dhe kjo marrëveshje me sa duket dhe me sa e shohim domethënë nga rajoni, thuhet që është domethënë për të ftohur gjakrat dhe për të dhënë të drejtën në fakt rusit për të vazhduar agresionin e tij, apo për të qenë edhe më i fortë në hapësirën e Bashkimit Evropian, siç është Izraeli në Gaza, por edhe në hapësirën e Gadishullit arabik. E qartë, Sokol, në informacionet e tua, çfarë është biseduar ditën e djeshme mes presidentit rus Vladimir Putin dhe Erdogan? Po në fakt prononcimi që bëri zyrtar presidenti Erdogan që ishte në mbledhjen e G20-s në Afrikën e Jugut, atë tha që do të flas nesër, pra bëhet fjalë për ditën e djeshme, do të flas me zotin Putin për këtë zgjedhur krizën pra mes Ukrainës dhe atë, dhe në prononcimet zyrtare të presidentes u shprehen që këto kanë qenë normalisht që janë folur qoftë edhe për Gazan, qoftë edhe për luftën, domethënë atje edhe për plan paqen e 28 pikëve, por ajo që është theksuar në prononcimet zyrtare të sarajit presidencial të zotit Erdogan, thuhet që kërkohet pra nga presidenti Erdogan, ndoshta edhe nga që ishte në Afrikën e Jugut, që të kemi një marrëveshje përsëri të drithave, ku dihet që Ukraina dhe Rusia janë një ndër prodhimtarët më të mëdhenj në botë, ku dhe në Afrikë, domethënë që tashmë, sidomos vitet e fundit ka edhe probleme të urisë pra të drithave, të grurit të misrit, ato pritet që të kemi një marrëveshje për të zgjatur apo për të ribërë përsëri marrëveshjen e dritharave Ukrainës dhe Rusisë për të shkuar në Afrikë, por gjithsesi nuk kemi prononcime zyrtare krejt efikase që kjo është, por nga një anë tjetër duhet parë që Turqia është pak si të themi domethënë jo e kënaqur me këtë që po bëhen mes Amerikës dhe Rusisë, ku Bashkimi Evropian, shumë shtetet e Bashkimit Evropian janë në këtë tavolinë për 28 pikat e plan paqes, por Turqia nuk është ftuar në asnjë anë, dhe me këtë Turqia është pak domethënë mund ta quajnë veten si të menjanuar, sepse ka qenë vetëm shtet i NATO-s që ka arritur që në muajt e parë të kësaj lufte të ulën në tavolinë qoftë në Stamboll, po edhe në Antalya ministrit e punëve të jashtëm të Ukrainës dhe të Rusisë, por gjithsesi asnjë plan nuk arriti përveç disa marrëveshjeve të herpashershme, ku edhe këtë vit janë bërë 2 marrëveshje të tjera për ndrimin e pengja dhe gjërat e vogla mes këtyre shteteve, pavarësisht se marrëdhëniet janë shumë të mira mes Ankaras dhe Moskës, apo edhe vetë mes zotit Erdogan dhe zotit Putin, gjithsesi telefonatat janë një shkëmbim diplomatik ku me të vërtetë Turqia, qoftë nga ana e Moskës, por edhe nga ana e Kievit, duket sikur është një komshi i besueshëm.
E qartë, Sokol, nga ana tjetër plani parashikon që zgjerimi i NATO-s në lindje të ndalet, çka në fakt kjo i jep Moskës edhe kërkesën e saj strategjike pra kryesore prej 20 vitesh. E sheh këtë vërtet si një precedent rrezikshëm që mund t'i inkurajojë dhe fushit revizioniste të kërkojnë lëshime territoriale dhe politik nëpërmjet forcës? Në fakt, kolegët tani i bën pyetje dhe zotit Rubio kur ishin në Gjenevë për që u flishin këtë plan paqe dhe i thanë me të vërtetë që ky është plani i zotit Putin, pra nuk është asnjë gjë e Amerikës apo dhe asnjë gjë e Europës dhe ma e Ukrainës po në këtë pikë plan edhe pse ka mendime të ndryshme ndoshta pse nuk i njohin në pikat e 28 pikave, gjithsesi ky plan është një fitore e madhe për Moskën, pra edhe për vetë zotin Putin, por duhet të thënë kjo që marrëveshjet e Trumpit lënë shumë për të dëshiruar, sepse tashmë kemi gati u bën 11 muaj që zotin Trump është në qeveri dhe atë çfarë thot dje nuk e thot sot, atë çfarë thot sot nuk e thot nesër, por gjithsesi duhet parë edhe nga ana e Pentagonit këtë lloj marrëveshje, sepse ato kanë një plan afaqgjat dhe ne ndoshta duke u fokusuar në aktualitetin apo në humbjen e njerëzve apo në që Rusia vazhdon të heci çdo ditë më shumë domethënë në territorin e Ukrainës, ndoshta duhet parë pak më gjerë sepse Rusia sidomos pas luftes së dytë botërore në të gjitha fazat e saj, qoftë në 56-ën, qoftë në 90-ën, qoftë në 2000 e mrapa, Serbi edhe më falni, ish Bashkimi Sovjetik, por edhe Rusia soqëm, por edhe Putini i soqëm kanë ardhur duke u tkurrë, pra kanë ardhur duke u humbur sepse njëjtën kohë edhe pse ata po vazhdojnë të hecin në disa rajone të Ukrainës, gjithsesi në anën ndërkombëtare apo në interlande në Rusi mund ta quajmë ish republikat e Bashkimit Sovjetik, tashmë po të thuash se shumicën prej tyre kanë kaluar në umbredhen e Amerikës, ku dihet shumë mirë që herën e fundit edhe këtë muaj Kazakistani që është një pikë shumë kryesore dhe është vendi ku shumë domethënëse për Moskën qoftë nga ana e nukleare, qoftë nga ana e armëve nukleare bërthamore, gjithashtu tashmë ka kaluar në krah të Amerikës, po ashtu edhe Azerbajxhani dhe Armenia që kanë një korridor me miliarda euro të bërë nga Rusia, tashmë ka bler Amerika për 99 vite, po ashtu edhe me Turkmenistanin, por kjo Rusia duke u fokusuar tek një copë tokë mund ta quajmë në Ukrainë, përsëri po humb shumë gjëra sepse marrëveshja për pas luftës është bërë mes Amerikës, mes Washingtonit dhe Kievit, pra për mineralet e rralla që janë atje dhe çfarë po fiton Rusia këtu, kjo luftë totalisht dhe sido që të zgjasë kjo dhe sado që të zgjasë kjo dhe çfarëdo plan që të jetë, kjo tregon xhandarmerinë e fortë që Amerika me të vërtetë ka arritur ta mbajë dhe përsëri do ta mbajë shumë gjatë dhe Moska çdo ditë më shumë edhe pse duket si një fitore apo duket që po i vën pre, domethënë bashkimet evropian apo edhe NATO-s, duket që nuk ka një strategji të duhur të saj, po ndoshta edhe vetëm nga historia e tyre që vazhdimisht në të kurrë vinë si Moskë, do të jetë edhe kjo ndoshta ajo që do ta tregojnë ne, por me NATO-ja besoj që nuk do ta pranojë, domethënë anëtarët e tjerë të NATO-s, përveç Amerikës, nuk do të jetë shumë e lehtë ta pranojnë këtë planin dhe mos zgjerimin e NATO-s, sepse për një shtet apo edhe për shtete dhe për Unionin siç është Bashkimi Evropian, pika kryesore është e mbrojtjes. E qartë. Sokol, nga ana tjetër, njoja e Krimes, Donetskut dhe Luhanskut si territor rus nga SBA-ja do të ishte pika sigurisht më tronditse e çdo marrëveshje të mundshme dhe nëse Washingtoni i njeh këto territore pra Rusisë, a deklarohet de facto fundi i rendit ndërkombëtar? Sigurisht gjithë kjo bazuar në rregulla. Po, në fakt fundi i rendit ndërkombëtar ka filluar apo ka mbaruar apo ka filluar një rend tjetër ndërkombëtar, kjo në vërtetë që edhe se debatojmë vazhdimisht me kolegët tanë, por duket që i zoti i rendit ndërkombëtar është Amerika, dhe nëse e shoh për shembull ditën e dieshme çfarë po bën në Venezuela, ku vuri $50 milion në mosgabë për kokën e presidentit të Venezuelës, po ashtu edhe në lindjen e mesme, po ashtu edhe në Iran, po ashtu edhe në Europë, ku erdhi në Europë dhe për samitin
NATO-s në qershorin që kaluam, ku e gjithë Europa e tha që ti e baba jonë, pra ti du të sjellësh si një baba i mirë dhe jo si një baba i egër. Pra, këtë rendin ndërkombëtar në vërtetë sepse kemi 500 kryesorë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, këtë tregon e prioritetin të pa përpjestuar të Amerikës, ku në fakt edhe për më falni, dhe atë vendimi që doli për gazën, pra atje vetë Amerika vendosi, edhe pse Rusia dhe Kina abstenuan, pra nuk thanë as po as jo, pra ishin në njëshin gjithsesi rendi i botëror që mund të zgjasë ndoshta edhe të paktën me dekada me radhë, është totalisht në duart Amerikës, dhe kjo do ta shohim nga ana makro të politikave të Washingtonit, edhe pse ne themi që kemi një Trumpi bën ç'të doj, por e shohim nga vetë përbojat politike të shteteve tona, pra të Shqipërisë apo të Turqisë apo të vendeve të tjera, ku me vërtet një lider bën çfarë do, ku Amerika ka një sistem krejt të ndryshëm, ku dita rigjeneroj veten e vetë dhe ditë të jetë e prër i botës, sepse si jetë ka mbi 18.000 baza ushtarake në gjithë botën, pra të gjitha këto nuk janë krejt kota, apo nuk janë thjesht në dorën e Trumpit që bën ashtu apo bën kështu, por kjo është një strategji e mifjetë, ku presidenti i Amerikës, qoftë 4 vjet apo 8 vjet apo sa të jenë në kryet e Amerikës, ato janë brenda një sistemi ku normalisht si presidenti i Amerikës e kanë të drejtën deri diku të vendoset për diçka, por politikat e sistemit amerikan tregojnë që të vërtetuar gjithë botën tjetër e kanë poshtë, pavarësisht se jo të tani po prej dekadave me radhë, dhe sistemi i ri botëror, pavarësisht se pritet nga shumë ideologë të sistemeve globale, thonë që do të ishin domethënë rivalet e Amerikës, mund të jetë BRICS apo të tjerë, por deri më tani të paktën për të 3 dekada me radhë kanë dalë të kota, sepse vetë Amerika me të gjithë forcën e saj po e mishëron totalisht një mbar grobin gjandarmërinë si gjandari i vetën i botës. Sekull, nga ana tjetër, si pjesë e marrëveshjes parashikohet dhe heqja graduale e sanksioneve dhe rikthimi i Rusisë pranë NGT-t. A mund quhet kjo normalizimi i agresorit, dhe cili do të ishte nga ana tjetër mesazhi për Kinën, Iranin dhe vendet e tjera autokratike? Po, kjo është një shpërblim për vendet e tjera autokratike, normalisht ose për vendet e tjera pushtuese, nëse qohet pushton një shtet bret me mijëra njerëz, me qindra mijë, apo me thënë bën gjenocide, bën çfarë të duash, pas një kohe, pra 1, 2, 3, 5 vite, pas 5 vite, vazhdon të jesh ende në gëtetën, pra të jesh ende i zoti i një ndër të zotët e botës. Kjo lëvë shumë për të dëshiruar, por se si do të jetë, me thënë, me kësajt, por tashmë në Ukrainë duket krejt e qartë që me të vërtetë kemi një hesap për të dhënë prapë Europa me Rusin, pavarësisht se stimulohet nga ana krejt tjetër, dhe a do të jetë Europa, domethënë të lejë Europa këtë Amerikës, që të vendosë Amerika përsëri në emër të Europës, këtë do ta shohim në muajt në vëllim ose ndoshta në pranverën apo në verën e ardhshme, por deri më tani duket si një shpërblim me të vërtetë, edhe vetë proncimet të Trumpit apo të Washingtonit apo të zotit Rubio tregojnë që po kanë një shpërblim për agresorin, kanë një shpërblim për diktatorin, kanë një shpërblim edhe për genociderin, ku këta në fakt nuk është se po flasim tash vetëm për Rusin, por kemi edhe Gazan, kemi edhe Kinën, ku tashmë pritet që të takohen të shkojë Jinpingu në Amerikë dhe Trumpi të shkojë në Kinë. Pra ai që bën dhe më thanë, ai që prish rendin ndërkombëtar dhe bën krime kundër njerëzimit, duket se Amerika po e foqizon, pra dhe më thanë, po jep një rol krejt ndryshe nga çfarë jepte sistemi ndërkombëtar deri më sot njerëzve të tjerë. Mirë, Sokol, pyetja e fundit për ta mbyllur. Fondet ruse të ngrira ndërkaq do të kanalizoheshin në një fond të kontrolluar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për të rindërtuar këtu dhe Ukrainën. Dhe ndërkaq Europa do duhet të paguante po aq. Dhe pyetja lind se apo përdorin tashmë SBA Ukrainën si një platformë ekonomike për të rimodeluar investimet globale, ndërsa BE-ja pra mbetet ajo paguese e faturave që edhe ti the. Po, Gresida në fakt ne kemi pas folë edhe shumë kohë më parë që kjo rrugë është gjë më e mirë
që mund të jetë për Amerikën, sidomos në kohën kur Amerikës dita ditës vinë duke ushtuar borxhet e saj në buxhetin e saj, por me këtë Amerika po fiton në të njëjtën kohë. Pra i vetëm fituesi këtyre luftave që po ndodhin përreth është Amerika dhe vetë sistemi amerikan. Kurse po fatura më e madhe është Bashkimit Evropian, domethënë është Europës, në fakt duhet thënë edhe kjo që është edhe jo vetëm thjesht Ukrainës, por edhe Rusisë, por duke parë domethënë ato shtete gjatë gjithë historinë e tyre që nuk kanë qenë në thojza një qytetërim ku i jepet përparësi apo ku është shumë gjë kryesore e jeta e njeriu, siç ishte Rusia apo Bashkimi Sovjetik, kurse Europa këtë ka treguar vetë dhe me të vërtetë Europa po ka paguar dhe të vazhdoj ende të paguaj fatura shumë më të mëdha, sepse nëse kthehemi 70 vite, domethënë 2 vite para pandemisë, ku Europa kërkonte të kishte një gjykatë kushtetues, një kushtetues, të bënte një ushtri dhe një ministri të punëve të jashtme, pra kjo arriti të mos realizohet me Brexitin e Anglisë, kështu që Europa ka shumë rrugë për të marrë, por çdo gjë e keqe që vjen në Europë, unë besoj që Europa do të di ta menaxhojë, domethënë pse ndoshta më ka duhen 5-6 vite të tjera që Europa të shkojë atë ku duhet të ishte deri më sot. Atëherë në të ardhmen Europa do të forcohet, por edhe Rusia nuk është se do të ketë se ka pas, sepse mund të ketë marrëdhënie shumë të mira Amerikës, dhe besoj që edhe inteligenca ruse e kupton shumë mirë planet amerikane, por në fund të fundit Europa ka një qytetërim krejt tjetër, krejt ndryshe edhe nga Amerika, por sidomos nga Rusia, Kina apo Irani, po dhe këtu pikë së pari është vetë jeta e njeriut, kurse Rusia nuk e shef këtë në ashtu, por çdo faturë që të jetë nga ana ekonomike, Europa është detyruar ta pranojë dhe është detyruar ta paguajë, sepse ai që ka lënë mangu, domethënë këto 3 dekadat e fundit, normalisht që do të paguat një faturë dhe këtë Europa do ta paguajë, por me shpresë mos të kemi luftë pak në kontinent. E qartë, mirë, Sokol, kemi arritur në fund, falenderoj për gjithë informacionet. Gjithashtu dhe faleminderit, mirupafshim. Falenderoj. Mirë, të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund, do të bëjmë një përmbledhje të shkurtër se çfarë diskutuam ditën e sotme. Prekëm 3 zhvillime që pavarësisht se vijnë nga skena të ndryshme ndërkombëtare, krijojnë edhe një tablo të përbashkët të tensioneve dhe riformërsimeve globale. Së pari analizuan reagimin e ashpër të presidentit amerikan Donald Trump ndaj udhëheqjes ukrainase, një deklarim pra ky që shpalos jo vetëm irritimin e Washingtonit, por nga ana tjetër edhe presionin që po ndërtohet rreth Kievit në këtë fazë kritike të luftës edhe negociatave. Më pas u ndalëm tek plani amerikan e paqes me 28 pika, një plan që sipas analizave të pavarura mund t'i japë Rusisë territore të reja pa një kosto të drejtë për drejtë ushtarake, dhe ky plan ngre sigurisht edhe pikpyetje të forta për balancat e sigurisë, për të ardhmen e Ukrainës, edhe për rolin e fushive të mëdha në vendosjen e rendit të ri ndërkombëtar. Dhe në fund u ndalëm tek paralajmërimi i komisioneres europiane Marta Kos drejtuar presidentit serb Aleksandar Vučić, një mesazh sigurisht i qartë se koha e dykarikeve për Serbinë po shkon tashmë drejt fundit dhe se Bashkimi Evropian për depozicionimin të hapur dhe të pandarë se i përket Serbisë. Ne me kaq po mbyllim për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish.